Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar shikues të News 24, ja kur I takojmë sërish së bashku, si çdo të shtunë, për trajtuar një tjetër problematik që lidhet me shëndetin. Do të flasim mbrëmjen e sotme për infeksionet e traktit urinar, një nga infeksionet më të zakonshme që prek miliona njerëz në mbar botën çdo vit. Dhe teksa këto infeksione urinare të shkaktuara nga bakteret janë më të zakonshme tek gratë dhe vajzat, edhe burrat nuk janë të përjashtuar nga kjo kategori që mund të preken nga infeksionet e traktit urinar. Dhe në fakt, shkaqet, simptomat dhe trajtimet mund të ndryshojnë sipas gjinive. Diçka dihet që infeksionet e traktit urinar të patrajtuara mund të çojnë në probleme më serioze të veshkave, ndaj na duhet një ekspertizë e një mjeku nefrolog të mirënjohur, siç është doktori I shkencave Besnik Jakaj, një herë është dhe pedagog, të cilin kam kënaqësinë që ta kem të ftuar në Medicus për të na ndihmuar dhe për të ndarë këshilla praktike se si mund t'i parandalojmë infeksionet e traktit urinar dhe si t'i trajtojmë në mënyrën e duhur. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta. Në fakt, ju falenderoj për ftesën sepse është një temë shumë e rëndësishme, shumë sensitive, me një kujdes të shtuar dhe me një informacion mjekësor të mirë, pa në kosto, po themi, pa në sakrificë të madhe, ne mund t'i parandalojmë deri në mas të caktuar, por sidomos të femrat është problem botëror, edhe tek meshkujt, po tek meshkujt, aq sa janë të mbrojtur në rini, janë të riskuar për të bërë komplikacione më të mëdha pas moshës 50 vjeç, pra I kap të dy gjinit, ka problemet të dy gjinit, infeksionet urinare të përsëritura dhe të kaluara kronike kthehen në një makt për pacientin. Prandaj është thelbësore dhe vendosja e diagnozës së hershme dhe trajtimit të duhur. Desha të bëni korrigjim miliona, bëhet fjalë që vuajnë miliarda në botë. Miliarda, jo, prekja e milionave njerëz çdo vit, ndërsa miliarda në botë. 7-8 miliardë bota është gjithmonë mbi 50% e femrave e te 50% shi Kjo bën edhe shumë të rëndësishme dhe duke qenë se 14 marsi ka qenë dhe dita ndërkombëtare e ndërgjegjësimit të sëmundjeve të veshkave, kur më mirë se sa në muajin mars të flasim për një temë kaq sensitive dhe një problem kaq të zakonshëm në mes të njerëzve. Çfarë është një infeksion I traktit urinar, doktor, dhe çfarë e shkakton atë? Infeksionet e traktit urinar ndahen në dy llojesh, infeksionet e traktit të poshtëm urinar dhe infeksionet e traktit të sipërm urinar, ose cistitet dhe pielonefritet. Infeksionet e traktit të poshtëm urinar, pra cistitet, janë shumë më të shpeshta dhe janë shumë më të prekura femrat në të gjitha moshat, po dhe femrat pas moshës 45 vjeç, 50 vjeç e lidhur me menopauzën ka një komplikacion që do shtjellojmë gjatë rrugës në emisionin tuaj. Infeksioni urinar fillon me simptoma të lehta, ka djegje të urinës, urgjencë në urinim, pra nevojë për të urinuar dhe rritje e frekuencave të urinimit. Tek cistitet kryesisht janë këto dhe shpesh herë nuk vlerësohen, por dhe merren përsipër për të trajtuar nga vetë pacienti nëpërmes një konsulte me një infermier, me një mjek të përgjithshëm apo me një farmacist, e akoma më e rëndë pastaj më keq të marrin iniciativë të vetë mjekimit, sepse rrezikojnë të kthehen në kronike dhe të kthehen në një problem madhor shëndetësor dhe rrezikojnë dëmtimin e veshkave në kohë pastaj. Drejt insuficiencave renale kronike apo akute apo kronike. E shkaktojnë bakteret, Escherichia coli është bakteri kryesor që shkakton infeksionet urinare. Të gjitha cistitet mbi 80% e tyre janë të shkaktuara nga bakteri Escherichia coli. Është bakteri I njohur, por ka dhe forma dhe mënyra trajtimi shumë të mira. Infeksionet e rrugëve të sipërme urinare, të traktit urinar, ose pielonefritet, shkaktohen kryesisht nga gurt në veshka, nga kateteret, apo nga problemet të tjera dhe komplikohen në rastet e të smurve kronik, si që janë të smurt me diabet, me kateter, apo që bëjnë aksidente të ndryshme dhe rrezikojnë akoma më shumë veshken pielonefritet se sa cistitet, se cistitet janë lehtësisht të trajtueshme, po t'i kapim në kohë dhe t'i trajtojmë në mënyrë profesionale. Pse infeksionet e traktit urinar janë më prezent tek gratë se sa tek burrat? Kjo për shkak të ndërtimit anatomik të dy gjinive, ndryshimeve, apo ka dhe faktorë të tjerë që kontribuojnë? Femrat preken shumë më shumë se sa meshkujt nga infeksionet urinare, sidomos të traktit urinar të poshtëm, pra nga cistitet, janë shumë të shpeshta. Ka një ser faktorësh, ndërtimi anatomik krejt I ndryshëm në rastin e traktit urinar tek
femrat me meshkujt. Femrat e kanë ureterin të shkurtër 3 deri në 4 cm. Pra, është shumë më lehtë të vendoset bakteri i Escherichia colit. Meshkujt e kanë 18 deri në 20 cm dhe tek femrat uretri është përgjegjës vetëm i specifikuar vetëm për urinimin dhe e bën të menjëhershëm. Tek meshkujt është për shkak të distancës më të largë dhe mundësia është më e vogël për të marrë bakteriet apo për të infektuar, sepse vendoset tek koka e penisit të mashkullit dhe është më e vështirë për të infektuar. Po, se në rruga që përshkruan, bakteria është më e gjatë. Më e vështirë për të përshkruar, por që është edhe e lidhur me sistemin riprodhues. Pra, nuk është përgjegjës vetëm për urinimin, tek mashkulli është përgjegjës edhe për ejakulimin dhe për sistemin riprodhues të mashkullor. Pastaj mashkulli përsëri në ndërtimin anatomik ka një barrier tjetër që ndihmon shumë te infeksionet urinare, që është prostata, që femrat nuk e kanë. Çfarë funksioni ka prostata në këtë rast për të shërbyer si një lloj mbrojtësi? Tani është si një barrier mbrojtësi ndaj infeksioneve, është një termostat rregullues që ka te gjinia mashkullore, por që kjo, me kalimin e viteve, dhe kryesisht pas moshës 50 vjeç, ka komplikacione të tjera në fakt që nuk i kanë femrat. Zmadhimi i prostatës tani ul fluksin e urinimit dhe nuk bën zbrazjen e plot të fshikëzës urinare. Për pasoj, krijohet ambient i përshtatshëm për infeksionin bakterial dhe janë më të gjata dhe më të komplikuara. Pra është ai feedbacku negativ që e ka rregulluar kur i thonë natyra ose perëndia, i ka bekuar deri në një fazë të jetës, më pas mas të caktuar. Krijohet ai kompensimi. A janë më të zakonshme në mosha dhe në faza të ndryshme të jetës? Flasim pak për gratë, sepse fillojnë kryesisht pas moshës 5-16 vjeç dhe e kanë shfaqjen të lidhur dhe me marrëdhëniet seksuale deri në moshën 50-55 vjeç, domethënë nga mosha 15 vjeç deri në 60 vjeç, kur për të dy gjinit, kur është pjesa e aktivitetit intensiv seksual, ka komplikacionet e veta. Pra duhet të ruhemi dhe te pjesa duhet jemi të kujdesshëm tek pjesa e aktivitetit seksual për të mos mbarë infeksionet të ndryshme bakteriale. Sepse aktiviteti seksual lidhet dhe me rritjen e rrezikut për të shkaktuar është një nga faktorët e rrezikut. Tani, këto në duke, prandaj janë dhe këto probleme që nuk vlerësohen, duken të thjeshta, edhe simptomat janë të thjeshta, me një djegje urinimi, me një urinim të shpesht, me një mos zbrazje të plot të vezikës urinare, me një dhimbje të lehtë mesi, dhe ti merë superpelvike dhe merë përsipër ta mjekoj përgjithshëm, mjekoj familjes, infermieri ndonjëherë, pacienti vetë mjekohet. Faktorë të tjerë që duhet parandaluz dhe shumë të rëndësishëm janë përveç pjesës kujdesit në higjienën personale, që duhet në mënyrë... Si ndikon rutina e higjienës personale? Duhet të kemi parasysh tek femrat, duke qenë uretra shumë afër me anusin, por dhe shumë e lehtë e kontaktueshme nga lëkura mund të merret Escherichia coli, bakteria Escherichia coli, dhe mund të japi një problem të vendosjes së mikrobit. Por gjithashtu, higjiena personale shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme po flasim tek femrat sepse është shumë sensitive për të informuar, duhet larja shumë e mirë para dhe pas aktit seksual. Duhet urinimi pas aktit seksual gjithmonë, sepse nxjerrja e urinës rrit sterilitetin, pastron rrugët urinare dhe edhe nëse është vendosur bakteri, nuk e lejon urina dhe nuk ngjitet më lart dhe bëhet pastrimi. Pra, higjiena personale duhet kujdes patjetër mos përdorimi i deodorantëve intim, sepse irritojnë, acarojnë dhe shkaktojnë probleme dhe e rrisin acarimin e problemeve. Sigurisht gjatë procesit të mjekimit nuk këshillohet na si rrethan marrëdhëniet seksuale. Ka një element që e komplikojnë edhe në moshat e reja, ai që quhet
cistiti i muajit të mjaltit, pra në marrëdhëniet e para seksuale mund, sepse njerëzit janë të ndryshme, ka njerëz që nuk e kanë problem fare, ka njerëz që janë sensitiv dhe mund ta kenë problem, është ai që quhet cistiti i muajit të mjaltit, ose në marrëdhëniet e para seksuale, ose në intensitet të shtuar seksual. Sigurisht, një nga problemet madhore është ndrimi i partnerëve, pra partnerët e shumë nuk janë të këshillueshëm, flasim gjithmonë vetëm për problemin e infeksioneve urinare. Probabilisht mund të japin, infeksionet urinare nuk janë seksualisht të transmetueshme, por që realisht mund të kaloj nga partnerin partner, sepse e merr fizikisht organi mikrobit. E qartë. A lidhet dehidratimi me një rrezik më të lartë të zhvillimit të infeksioneve urinare? Sigurisht, dehidratimi i rrit dhe i përkeqëson infeksionet urinare. Në qoftë se përdorimi i ujit, hidratimi më i mirë është nëpërmes ujit, por sigurisht këshillohen dhe lengjet në qoftë se ne jemi të dehidratuar. Është vendosja e një cistiti të lehtë, pra një bakteri të lehtë në rrugët e poshtme urinare, të traktit urinar, në qoftë se nuk jemi të hidratuar, në qoftë se ne hidratohemi mirë, shtojmë edhe volumin, sepse veshka prodhon urinën dhe nxjerr pastaj nëpërmes traktit urinar. Shtojmë volumin e urinës. Volumi i urinës e pastron atë pa u ngjit në rrugët e sipërme apo pa vajt në vezikën urinare për të shkaktuar problemin e infeksionit të traktit urinar. E qartë. A janë njerëzit me sistem imunitar më të dobët, më të prirur për zhvillimin e infeksioneve urinare? Sigurisht, në të gjitha rastet, për gjitha smundjet, njerëzit me sistem imunitar të dobët janë të prirur për të bërë infeksione urinare, për të përsëritur ato dhe për të kaluar në infeksione urinare kronike. Sigurisht është problem me të smurt kronik të cilët janë me smundjen e diabetit, sepse është shumë e ndjeshme, dhe ka dhe një tharje për shkak të diabetit të rrugëve urinare, prandaj është shumë i rëndësishëm hidratimi sa më i mirë dhe i përhershëm, dhe janë gjithmonë me dobë njerëzit me sistemi imunitar të kompromentuar në të gjitha fushat, por edhe në rastin konkret, dhe sigurisht një nga problemet që i shkakton kjo është edhe për smundje të ndryshme në kur përdorim kateteret urinare. E qartë. Si ndikon përdorimi i antibiotikëve apo medikamenteve të tjerë që lidhen me më pas krijimin e infeksioneve të traktit urinar? Në përgjithësi, cistitet trajtohen me dezinfektant, fillohet me një mjekim të lehtë me dezinfektant, se nuk duhet kalojmë direkt te antibiotikët, gjithmonë nuk lejohet të vazhdosh pa këshillën e mjekut, pa një konsult profesionale mjekësore, sepse e trajton një herë, është ripërsëritja dhe risku i kalimit të infeksioneve urinare kronike, që është problem madhor pastaj dhe nuk gjen shërim, sepse në momentin që bëhet kronike është shumë e vështirë për të... I bie që të ndjetosh më pas vetëm të menaxhosh simptomat. Do bashkjetosh me të në mënyrë të vazhdueshme. Atëre, a munden disa lloje të kontracepcionit si spermicide, diafragmat të rrisin rrezikun e infeksioneve urinare, sepse shpesh përdoren si metoda kontracepcioni, gjithmonë flasim tek femrat, duke qenë se kanë riskun më të lartë. Kontraceptivet ndikojnë negativisht, sidomos diafragma dhe spermicidet, sepse diafragma krijon mundësinë e shtypjes së vezikës urinare, të fshikës urinare, dhe nuk lejon zbrazjen e urinës dhe krijon ambient të përshtatshëm për zhvillimin e infeksionit urinar kryesisht nga mikrobi Escherichia coli, se mikrobi Escherichia coli është shumë i kudondodhur dhe mund të merret shumë shpejt, se janë mbi 80% e infeksioneve urinare. A ka ndonjë formë për ta parandaluar, doktor, ndërrimi i shpeshtë i këtyre? E zvoglon rrezikun për krimin e... Në momentin që ti ke problemet e përsëritura të infeksioneve urinare, nuk është e mirë të përdoren, sepse edhe spermicidet dëmtojnë floren e rrugëve normale edhe mbrojtëse të rrugëve urinare dhe të rrit probabilitetin, pra të dobëson atë imunitetin e traktit urinar dhe të rrit probabilitetin për pas infeksione më të shpeshta urinare. Pra janë një nga faktorët e riskut dhe janë faktor problematik për hir të vërtetës tek femrat. E qartë. Flasim pak për shenjat dhe simptomat. Ju e përmendët disa nga simptomat më të zakonshme që mund të paralajmërojnë që kemi të bëjmë me një infeksion të traktit urinar dhe do doja të bëjmë një diferencë si ndryshojnë ato nga gjinit, pra. Tek burrat dhe tek gratë si manifestohen me diferencat? Gjithmonë tek të dy gjinit janë të lidhura me urinimin. Pra,
djegja e urinës, urgjencë për të urinuar, frekuencë e shpeshtësitë së numrit të urinimit dhe mos zbrazja. Këto janë shenja që janë shenja serioze, se ty mund të filloj me një djegje të lehtë urine, keni djegje sot, po një ndryshim në ngjyrë të urinës, e keni urgjencë dhe një frekuencë lehtësisht të shtuar urinare, por e lidh me temperaturën e ftohtë, e lidh me një ushqim ose me një ujë, ose mund të alkooli e stimulon sigurisht atë, dhe nuk e vjen re. Po këto janë shenja tipike të dy gjinit. Për cistitet, për pjellën e fritet, pastaj kemi dhimbjen e mesit, është e theksuara kryesisht dhe ka të gjitha shenjat shoqëruese të cistitit, por ka dhe dhimbjen e mesit dhe ka dhe vështirësi në urinim. Kështu manifestohen të dyja gjinit? Të gjitha manifestohen të dyja gjinit. Të gjitha këto në kohë shkaktojnë përveç kronicizimit të tyre, pra që të kthehen në infeksione kronike, fillojnë dëmtimin e funksionit të veshkave. Dhe kur shkojmë të dëmtimi i funksionit të veshkave, pastaj jemi në sistem alarmi, sepse risku është në kohë për të kaluar në insuficiencë renale kronike, e cila ka vetëm terapi zëvendësuese. Ka hemodializën dhe transplantin. Një pacient mund të dalloj vetë nëse ka të bëjë me një infekcion të fshikzës apo një infekcion të veshkave, kanë simptomat të ndryshme apo janë krejtësisht të ngjashme? Pacienti në asnjë rast vetë. Vendoset me diagnozë klinike. Nuk mund ta dalloj pacienti asnjë rast vetë, nuk mund ta dalloj mjeku i përgjithshëm vetë, mjeku i përgjithshëm orienton. Unë e kam kuptimin e teleshikuesve tuaj për masat parandaluese, por dhe për kolegët tanë më të ri dhe që janë mjek familje apo mjek të përgjithshëm, që gjithmonë të konsultohen me një specialist për të monitoruar personin që i shfaq këto shenja sa më mirë për të mos ta dëmtuar. Se është ajo shprehja e famshme latinisht në mjeksi, primum non nocere, së pari mos dëmto. Dhe në mjeksi kjo nuk falet. Do të thonë, ne fillimisht nuk duhet dëmtojmë. Pastaj të përpiqemi hap pas hapi me një kujdes të jashtëzakonshëm, me monitorim dhe të vendosim, sepse mjekësia nuk është shkencë eksakte. E vërtet. 7.8 miliard qytetarë që jetojnë në rrezullin toksor kanë specifikat të holla të veçanta që ti nuk mund t'i marrë shablon dhe të përdorish të njëjtin mjekim tek besniku. Ne mund t'jemi e njëjta gjini, e njëjta peshë, e njëjta moshë, të njëjta tipare. Bëjmë kontrollin për një smundje X dhe bëjmë të njëjtat analiza. Mjeku na jep të njëjtin mjekim dhe nuk kemi të njëjtin efekt. Kjo është parë edhe te binjakët homozigotë që janë kaq të ngjashëm dhe prapë trajtim me medikamentë. Prandaj është monitorimi dinamik me analiza radiologjike dhe laboratorike për t'ia përshtatur dozën e barit, pra mjekimin individit, sa e don njëri, mund mos ta dojë tjetri, dhe për t'ia ndryshuar shpesh herë. Këti përdorimi antibiotikëve për shembull. E qartë, doktor, doja t'ju bëja një pyetje, sepse ka në momentin që kanë infeksionet e traktit urinar të përsëritura, kjo ndoshta edhe për shkak të një mungese të një kulture mjekësore, shkojnë me po të njëjtën recetë dhe marrin po të njëjtën ilaçe pa u konsultuar me mjekun nefrolog. Po, dhe pastaj është bërë një problem madhor doktor Google-i, e has në mënyrë të vazhdueshme, madje edhe në punën time në klinik, kur punoj më vjen qytetar me një tuf analizash. Kusht ka thënë me i bë? Pse shkon e shpenzon leket kote para herë? Ti nuk e di mjeku specialist se çfarë të kërkon. E para të kursej kohën, e dyta të kursej shpenzimet, e treta të jemi të sigurt. Sepse nuk jemi të sigurt? Ne fatkeqësisht në vendin tonë të dashur, e shumë të bukur, por të keq menaxhuar, nuk kemi asnjë lloj kontrolli mbi sistemin shëndetësor. Ju e keni vënë re që në çdo cep të Tiranës ka laborator analizash. Po, e vërtet, kjo është një tjetër problematik dhe më pas ne kemi trajtuar që duhet të reguluar dhe kjo sigurisht duke respektuar dhe distancën dhe çdo gjë tjetër. Nëpërmes emisionit tuaj si ndërgjegjësim për qytetarët, por dhe për kolegët, për laborantët, për mjekët e ri, për biznesin mjekësor. Nëse urina ka kaluar 30 minuta nga momenti i marrjes, nuk mund të përpunohet në laborator se nuk t'je pasilloj rezultati dhe mund të qojnë në alarm pacientin e në gabim mjekësor mjekun. Po, dhe më pas lëshimin e recetave për diçka që nuk ekziston. Ku është problem? Më ndodh në mënyrë të natyrshme që me vjen pacienti me analiza pa ja rekomanduar,
analizat janë shumë keq. Pacienti është i alarmuar, por një mjek profesionist dhe i përgjegjshëm nuk e mjekon mbi bazën e një analiza urine, sepse unë duhet në kesh dhe kliniken. 50% e diagnozës është anamnezë klinik që e përcakton profesionisti i sektorit për kas, po flasim në rastin konkret, e përcakton nefrologu. Pra shumë e rëndësishme. Doktor, a ka pacient asimptomatik që mund të kenë një infekcion të traktit urinar, që s'kan as një simptom nga këto që përmendëm ne? Sigurisht dhe e ka infekcionin urinar, por nuk zgjat për shumë kohë. Është e pamundur që të kesh një infekcion urinar dhe mos ketë asnjë lloj simptome. Të jesh për një kohë të gjatë asimptomatik. Një urinë e turbullt me aromë të keqe mund të jetë një shenjë që paralajmëron infekcion të traktit urinar? Është një nga shenjat klinike. Urina e turbullt, dhe më thëmë, era e urinës dhe hematuria, pra gjaku në urinë, pra ndryshimin ngjyrës së urinës. Sepse lidhet me gurtën veshka dhe me kristalet. Por lidhet shpeshherë ndryshon ngjyra e urinës pa hematuri dhe mund të jetë një infekcion i rënd, një cistit i rënd i rrugëve të poshtme urinare dhe mund të ndryshojnë ngjyrën e urinës dhe ka atë aromen e fort, erën e fort të keqe në perceptimin tonë dhe është një shenjë klinike shumë e rëndësishme që e gjykon gjithmonë mjeku. Kush janë, po themi, mënyrat e diagnostikimit? Do kalojmë në pjesën e dytë. Qëndrojmë pak tek simptomat, a mund shkaktojnë ethet, dridhura, temperaturë, dhimbje të forta në fund të barkut të shpinës, apo paralajmërojnë një infekcion më serioz? Paralajmërojnë në përgjithësi, dhimbjet e fundit barkut janë te femrat më shumë, dhe në përgjithësi temperatura jepet të pjelonefritet, pra të infekcionet e rrugëve të sipërmet urinare, sepse ka gur, lëviz gurit, e dhimbjet jashtëzakonshme, sepse lëvizja gurit nga veshka dhe kalimi në rrugët urinare ka një dhimbje të tmerrshme, domethënë është e papërballueshme, dhe gjatë lëvizjes gurit shkakton hematurin, shkakton edhe infekcionin. Se shkaktojnë edhe kristalet kur kalojnë nga veshkat e rrugët urinare, shkaktojnë infeksione dhe në përgjithësi pjelonefritet janë infekcione që japin temperaturë, por ka formë tjetër të trajtimit të pjelonefriteve, ka formë tjetër të trajtimit të cistiteve. Prandaj duhet gjithmonë konsulta me mjekun specialist. Të cilën ne do të kemi mundësi për ta diskutuar në pjesën e dytë. Dhe për ta mbyllur këtë pjesë të parë, sa kohë pas ekspozimit ndaj bakterit fillojnë të shfaqen simptomat? Edhe kjo varion nga pacientin në pacient, por në përgjithësi varion nga pacientin në pacient, por fillon brenda 24 orëve të para, ose 2 ditëve, gjithmonë varion nga pacientin në pacient, varet nga imuniteti që ka pacienti, nga sensiviteti që ka, nga mirëqenia shëndetësore e përgjithshme e trupit të pacientit, nga mosha e tij, nga smundjet e mbi vendosur, pra një smur kronik i shfaq shumë shpejt dhe shumë i ndjeshëm dhe mund t'i fillojë temperatura edhe për një cistit, pra për infeksionin e rrugëve të poshtme urinare, sepse është gjenet imunitare kompromentuar dhe më e dobët se zakonisht. Mirë, do të shkëputem tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish me doktor Besnik Jakaj për diskutuar për diagnostikimin, testimin, mënyrën e duhur të trajtimit dhe si mund të parandalojmë ajo që është më rëndësishmja infeksionet e traktit urinar. Na ndiqni. Jemi rikthyer sërish së bashku në studion e Medicus në shoqërinë e doktorit të shkencave Besnik Jakaj, mjek nefrolog, tani më për të folur për diagnostikimin dhe testimet që duhen përdorur për të dalluar nëse kemi të bëjmë me infekcion të traktit urinar. Më thatë më pak më parë që anamneza është gjëja më rëndësishme për të vendosur diagnozën e duhur. Tani flasim pak për një protokoll të saktë ashtu siç duhet. Nëse një pacient ka këto simptoma që ne përmendëm. Kthehemi përsëri tek problemi që ndeshim për ditë, që është doktor Google dhe kjo historia që shkojnë bëjnë analiza qytetarë gjithandej, edhe ato fusin në qorsokak një mjek të papërgjegjshëm ose të paaft. Nuk janë të imunizuar mjek për të mos qenë të papërgjegjshëm dhe të paaftë, që t'jemi të vërtet. Ka edhe individ që jepen pas paras dhe shikojnë pacientin si klient, jo si pacient. Edhe kjo është problem botëror i shëndetësisë. Anamneza ka rol të jashtëzakonshëm jo tek infeksionet urinare, po që të çdo diagnozë dhe çdo patologji, mjeku profesionist duhet i kushtojë një kohë të caktuar anamnezës të vëmendshme
për të përcaktuar diagnozën, se shpesh herë edhe diagnostikimet radiologjike apo mikrobiologjike nuk janë të imunizuar nga gabimi dhe ato dhe të fusin në një qorë sokak, ti du të lidhësh gjithë panoramën e historisë e pacientit dhe e bazuar pastaj në analizat laboratorike dhe analizat radiologjike. Në rastin e infeksioneve të traktit urinar, fillohet nga gjëja me thjesht. Një urin të thjesht është shumë e rëndësishme për përcaktimin e infeksioneve urinare dhe të ndarjes, janë të rrugëve të poshtme apo të rrugëve të sipërme. Kalojmë në një urokulturë për të parë bakterin dhe për të parë rezistencen ndaj antibiotikëve që ka individi. Nëse gjërat janë më shqetësuese, kalohet në eko renale të veshkave dhe të rrugëve urinare, kalohet në skaner dhe kalohet në urografi intravenoze. Pra, këto janë protokollët botërore të diagnostikimit të infeksioneve urinare. E ti mund të kesh një problem më madhor të traktit urinar ose të veshkave që të sinjalizon në përmes një infekcioni të lehtë urinar, në përmes një cistiti apo pjelonefriti dhe di duke hulumtuar, po kjo hulumtohet në bashkëpunim me profesionistin e mirë, jo me doktor Google-in. Tu lipset nevojitet ekspertiza e një mjeku nefrolog të mirë që arrin që të identifikoj ku është problemi. Mjeku e ndanë si e fillon, sepse në gjithmonë parim botërori shkencës mjekësore, duhet ta fillojmë nga analizat më të thjeshta dhe nga mjekimet më të thjeshta. Sepse në jetën e mund të avinë situata të agravuara dhe duhet i ruajmë mjekimet më të komplikuara për situata më të komplikuara. Dhe shpesh herë, ky është një nga problemet botërore të trajtimit të cistiteve dhe të pjelonefriteve, sepse vetë mjekohen dhe i merë përsi për t'i mjekoj... Dhe kryen pas edhe imunitet nda ilaçeve dhe antibiotikëve, medicamenteve dhe që pa mundur që të... t'i mjekoj kushdo. Por këto janë protokollet dhe kjo nuk ju duhet pacientëve. Dhe më dhënë, sepse du t'a theksoj për dëgjuesit tuaj. Pra, kush janë mënyrat e diagnostikimit. Kjo ju duhet kolegëve më të ri se unë, studentit mjekësis për të rekomenduar të një familjar, të një shok, të një njeri, se gjithmonë një student mjekësie ka informacion më shumë se sa një qytetar tjetër apo një profesionist tjetër. Pra, është urina e thjesht, gjaku komplet. Dhe analiza e gjakut pra rekomandohet në rastet e infeksionit të traktit urinar. Ti mund të kalosh pastaj dhe në analizat e tjera më të detajura, se ti do shikosh dhe sheqerin, do shikosh diabetin, do shikosh kolesterolin, do shikosh... Pra, janë një sër gjëra që i gjykon mjeku, pra, fillohet me urinën e thjesht, me gjakun komplet, me urokulturën, me ekon renale, me skanerin dhe i mbyll në rastet të diagnostikimeve të veçanta pastaj, mjeku i rekomandon, por kjo është paketa e analizave të për të vend diagnozën e infeksioneve urinare të rrugëve të poshtme apo të rrugëve të sipërme. Pas trajtimit vjen dhe menaxhimi i simptomave dhe trajtimi, ajo që është më e rëndësishme. Cili është një trajtim standard që rekomandohet për infeksionet e traktit urinar? Çfarë përfshin? Fillon nuk do kisha qef me të se fillojnë e marrin. Jo, gjithmonë në konsultën e mjekut nefrolog. Përdoren dizinfektantet, përdoren antibiotiket, përdoren probiotiket për parandalim dhe për lehtësim të simptomave, apo për menaxhim të përdorimit të antibiotikëve. Kryesisht tek cistitet përdoret nitrofurantoina, janë i ser barnash e tjera që përdoren, ka raste që ke detyrim për të kombinuar antibiotik, po themi të klasa e antibiotikëve, të klasa të pjelonefritet, pra të infeksionit e rrugëve të sipërme të traktit urinar, përdorim antibiotik të tjerë, ciprofloxacina, cefuroxima, dhe janë klasë tjetër antibiotikesh që përdoren, por duhet të ndajmë gjithmonë mirë tek infeksioni urinar, është cistit apo është pjelonefrit. Është i thjesht apo është i komplikuar? Është i përsëritur, pra është akut apo është kronik? Dhe gjitha këto do fillosh mjekimin në gradualisht për të kush është këshilla më e madhe është gjithmonë, e tham, është konsumi i lëngjeve, hidratimi shumë i mirë. Pirja e ujit ndihmon shumë te cistitet dhe te pjelonefritet.
E qartë. Sa shpejt zakonisht letësojnë antibiotikët simptomat nga dita e marrjes? Fillon letësimi shpejt nga dita 3 deri në ditën e 5, ndjen ndryshim, përmirësim qoftë se kemi përzgjedhur mjekimin e duhur për llojin e infeksionit urinar që kemi, nga dita 3 fillon ndjeshëm përmirësimi i simptomave. Dhe në ditën e 5 deri në ditën e 7, se varet nga lloji i infeksionit, ne kalojmë drejt zhdukjes së simptomave, të shqetësimeve, pra të shenjave dhe përmirësimit të plotë të gjendjes. Nëse një pacient nuk ka mundësi që të shikojë letësim të simptomave edhe pas përdorimit të antibiotikëve, çfarë ndodh? Në konsult me mjekun do riçekoj analizimin dhe do ndryshoj terapinë. Se e thamë që në kryetëherës, që nuk është shablon për të gjithë njerëzit. Do rishikoj terapinë, do rishikoj dozën, do kombinoj antibiotiket. Një gjë që do doja t'ju thoja gjinisë femërore, sigurisht edhe meshkujt, po janë më imunë, si që thamë, gjatë përdorimit në infeksionet e traktit urinar, qoftë cistitet, qoftë pjelën e fritet, duhet gjatë procesit të terapisë, pra kur jemi nën mjekim dhe me shenja klinike të infeksionit urinar, duhet ndërprerë marrëdhëniet seksuale. Kjo është kategorike, pra e pa diskutueshme. As marrëdhënie seksuale me mbrojtje? Jo, nuk do ishte e këshillueshme, sepse bakteri Escherichia coli ne jemi gja me infekcion, po përdorim mjekimin. Dhe ajo nga lëkura, nga anusi, sepse femra këtu kanë shkurtësinë, është anusi shumë afër, mashkulli ka distancë tjetër. Po. Dhe kjo e kompromenton, ti mund të dërgosh mikrobet të tjera dhe mund të acarosh akoma më zi, kemi parasyshimi me mjekim, fshikza urinare, uretra janë të acaruara dhe një mbivendosje tjetër e një bakteri tjetër e rëndon dhe e kompromenton situatën dhe e dëmton mjekimin, pra të nuk e merë. Por, 3 deri në 5 ditë përmirësohen mirë, ndjeshëm, po thuj se plotësisht, jep efekt të shpejt, mjekimi i duhur për llojin e infeksionit dhe është një kujdes që duhet kemi ndaj shëndetit tonë dhe në mënyrë të përsëritur. Gjithmonë pas aktit seksual, është shumë i këshillueshëm hidratimi i mirë përpara. Pra, duhet kemi 3 element të flasim për femra duke qenë se është realisht problem botëror. Këto mund të jenë disa ndryshime në stilin e jetesës që na ndihmojnë për mos përsëritur. Higjiena personale intime shumë e rëndësishme dhe mënyra e larjes. Gjithmonë nuk duhet jemi të kujdesshëm mos të kalojmë nga anusi të vagina. Po. Por duhet bëjmë të kundërtën. A rekomandohen përdorimi i larzëve intim gjatë kohës që jemi me infeksione urinare? Jo, sepse kjo është e rëndësishme, duhet tekstuar. Jo, sepse është acarues. është acarues dhe ti mund... Për shkak të kimikateve. Për kimikateve dhe tek femrat është shumë afër uretra me pjesën e anusit edhe janë 3 deri në 4 cm dhe ti dhe në këto mund ta dëmtosh i shkakton irritim, ajo është gjë e irrituar, e acaruar dhe e inflamuar dhe mund t'i japsh ndihmë, por higjiena personale, pra larja para dhe pas aktit janë shumë të rëndësishme dhe urinimi pas aktit seksual. Hidratimi nga ana tjetër? Duken të thjeshta, por janë masat parandaluese më të mira në botë. Janë më elementare, por janë më të mira, sepse kur është vendosur infeksioni, sigurisht individit sensitiv. Ka individ që nuk e kanë problem fare, nuk e ka problem me Escherichia coli naj. E ka problem me Escherichia coli atë. Ka frikë Escherichia coli nga individi. E bukur kjo. Pra, ata që janë sensitiv, të ndjeshëm dhe organizmi të duhet të kenë kujdes shumë. Sidomos ata që kanë edhe patologjitë të tjera bashkëshoqëruese. Ju më thatë që është shumë e rëndësishme kontakti me mjekun, asnjëherë trajtime pa recetë. Tani t'ju pyes dhe kjo është shumë e rëndësishme për t'u nënvizuar, sepse shpesh herë shikojmë lajme rëndom dhe Dr. Google që ju e përmendët dhe një kërkim i thjesht në rrjetet sociale, po e vërtet që njerëzit vetë shërohen, këtë e përjashtuam që nuk duhet të marrin barna dhe medikamente pa recetë, nga ana tjetër ka dhe mjek të tjerë popullor që thonë që infeksionet urinare mjafton të pini lëngun e boronisës së kuqe ose merrni këtë bim ose këtë çaj dhe mund të vetë trajtohen pa pasur nevojën që të përfshihen antibiotik, medikamente dhe kontakt me mjekun. Këtë e kam shumë të rëndësishme për ta nënvizuar, sepse duhet të ndërgjegjësojmë të gjithë njerëzit. Infeksionet urinare, qoftë cistitet, qoftë pielonefritet, nuk trajtohen dhe shërohen me këto
bim medicinale dhe me këto lloj lëngjësh. Sigurisht që ka një efekt shumë të mirë plotësues. Edhe gjatë mjekimit, por kryesisht e kanë parandalues. Pra, çaji i boronicës së kuqe është shumë i mirë, sepse nuk lejon ngjitjen e bakterit Escherichia coli në fshikëzën urinare dhe në ureter. E ndihmon për të mos u vendosur. Në momentin që ai është vendosur dhe ka filluar procesi i infeksionit bakterial, qoftë cistit, qoftë pyelonefrit, nuk mjafton boronica kuqe. Nuk mjafton, por është një lehtësues shumë i mirë në bashkërendim me antibiotikun apo me terapinë që ka përcaktuar mjeku specialist. Po kështu është hudra, është fantastike, ka një sër efektesh antiinflamatore dhe antibiotike fantastike. Ka dhe produkte të tjera, domethënë, është sheqeri natyral. Është shumë i mirë për imunitetin, për parandalimin. Hidratimi si gjithmonë është fantastik. Kosi është shumë i mirë se është të probiotiket më të mirë për parandalim. Por dhe për përdorim, sepse rregullon florën, probiotiket rregullojnë florën bakteriale, se ne kemi gjatë infeksionit urinar, gjatë trajtimit me antibiotik, ne dëmtojmë florën e mirë bakteriale të sistemit ton urinar, të traktit urinar. Dhe probiotikët dhe prebiotikët sugjerojnë që të bëjmë pjesë e një stilit jetese të shëndetshëm për të parandaluar, apo dhe këto me rekomandimin e mjekut merren në Jo, përdoren ato në stilin e jeteses pastaj, sigurisht edhe stili i jeteses dhe i ushqyerjes është individual, por këshillohen, por për shembull nuk këshillohet kosi direkt pas mishit. Pra do shoqërosh kosin, janë farat e kungullit shumë mira përsëri për traktin urinar, dhe janë një ser bimesh, sepse që të jemi, Perëndia ka bërë feedbackun e parë negativ, ajo që kemi në organizëm vetë rregullimin. Të gjitha janë antibiotiket në natyrë, janë probiotiket në natyrë, është sheqeri në natyrë, është kripa në natyrë, pra brenda produkteve që ne konsumojmë, dhe është më e mira e mundshme. Pra e ka rregulluar, janë një ser bimesh në natyrë, por nuk i gjenë kurdo e kudo. Mirë është i marrim në mënyrë, po themi, është shumë më e mirë. Naturale, se sa sintetike, po... e mirë hudra e freskët, se sa koncentrati i hudrës. Po tani, koncentrati i hudrës të shpëton nga era, sepse në darkë nuk leo ta në hudra dhe qepa. Sepse dëgjoj, po themi, mos keq informojmë qytetarët, sepse ne për shkak të aromës e problemit që japin sidomos hudra, e përdorin darkë, por në darkë është e damshëm për stomakun edhe për shumë sistemet e tjera, dhe qepa dhe hudra janë të pak shëllueshme për të përdorur në darkë. Kështu që ndryshimet në stilin e jetesës, mbajtja e një higjiene shumë të mirë. Kujdesi higjienës personale shumë e rëndësishme. Po, dhe të gjitha këto këshilla praktike që doktor Besnik Jakaj hidratimi dhe pastaj mjekimin e përcakton gjithmonë mjeku. Në medikus janë metoda më e mirë për të bërë parandalimin e infeksioneve të traktit urinar. Nëse ndodhin, është shumë e rëndësishme kontakti me mjeku nefrolog, vendosja e diagnozës së hershme për të shmangur të gjitha ato komplikacionet akoma më të rënda të veshkave që më pas kthehen në kronike, dhe është vërtet shumë e vështirë për të trajtuar, thjesht për të menaxhuar simptomat. Ju falenderoj shumë doktor për këtë bisedë kaq të këndshme dhe informuese. Faleminderit ju dhe jam me shumë kënaqësi vi, sepse nuk përtoj ta ushtroj informimin e publikut për problemet shëndetësore, sepse është një profesion që ne i kemi detyrim shoqërisë, shoqëria na ka dhënë atë çfarë ka pas, kuptohet, por ne kemi detyrim dhe mjekësia është vokacion, nuk është po se patë vokacion nuk e bën dot. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Ju falenderoj dhe ju që na keni ndjekur përmes ekranit të News 24, bashkë me mua Dalianën, shihemi sërish të shtunën e ardhshme, deri atëherë qëndroni të shëndetshëm, natën e mirë.